E tash prej Institutit Atomi e kemi Noar Hysenin, i cili është vetëm 10 vjet edhe ka më na kallëzu se çush është përvoja me qenë atomist. Unë jam Noar Hyseni, i kam 10 vjeç, jam në klasën e 5 në shkollën Daut Bogojevci në Shkosovë. Më kanë zgjedhë si atomist kur kam qenë në klasën e parë, i kam pas 5 vjeç. Përvoja jem si atomist ka qenë shumë e mirë. Të jesh atomist do të thotë që e ki inteligjencën pak më të lartë se fëmijët e tjerë, do të thotë që i mëson sanat më shpejt të tjerë, e ki kreativitetin më të zgjeruar dhe kem pak më shumë empati se tjerët. A është ma lehtë për Noarin me mësu në shkollë se sa për fëmijët e tjerë? Tash kam na tregu për përvojën e vet si nxënës. Përvoja jem si nxënës nuk është shumë ndryshe nga të tjerët, vetëm që i mësoj disa gjëra pak më shpejt. Ndonjëherë edhe mu më duken mësimet pak të thjeshta, sepse i kam mësuar edhe paraprakisht në shtëpi ose në internet. Në shkollë unë ndihem shumë mirë, votat i kam 5. Si nxënës, jam nxënës i shkëlqyer. Tash a mundesh më na kallëzu cilat lëndë të pëlqejnë më shumë? Lëndët që mua më pëlqejnë më shumëti janë matematika, arti figurativ dhe edukata fizike. E çysh njihet Noari në shkollë, kam na kallëzu tash. Unë në shkollë nganjëherë ndihna si bord, sepse disa mësime i kam mësuar edhe paraprakisht, ose nga interneti ose edhe nga eksperienca çdoditore. Për shembull, në shkollë e kemi mësuar se si nëse e përzim sodën e bukës me uthull, ka reakcion kimik, po këto e kam mësu prej klasës të parë në internet dhe kam bërë projekt me to, e kam kriju një vulkan. Çka kish dash Noari me ditë të rriturit për fëmijët me inteligjencë të jashtëzakonshme? Unë dua që të rriturit ta dinë që fëmijët me inteligjencë të jashtëzakonshme, se shumë të rritur mendojnë që nuk ka nevojë për shumë mbështetje, por fëmijët me inteligjencë të jashtëzakonshme kanë nevojë për shumë mbështetje. Okej, a mundesh më na kallëzu pak më shumë çfarë mbështetje? Për shembull, disa njerëz mendojnë që fëmijët me inteligjencë nuk kanë nevojë për mbështetje në aktivitetet që i bëjnë. Për shembull, në projekte që i bën, mendojnë që mund të mi bë vetë, bishë kanë inteligjencë, po edhe ne vëna vendima ose mbështetja. E tash Noari kam na kallëzu se çysh kish qenë një shkollë ideale ose perfekte për to si fëmijë me inteligjencë të jashtëzakonshme. Një shkollë ideale për mua ishin një shkollë e cila mësojmë përmes aktiviteteve, jo vetëm për shkrimet. Një shkollë, shkolla ideale, po ashtu do të ketë një pushim pak më të gjatë, më shumë lëndë dhe në lëndën e sportit të jetë më mësim i rregullave të lojës, më shumë se vetëm loja. A të pëlqejnë rregullat ata? Po. Kështu në përgjithësi. Po. Edhe mu më pëlqejnë rregullat. Okej, ana kallëzon tash pak për çto çysh më kallëzove mu më herët. Edhe që mi kallëzu njerëzve se tash paramendoj që ka njerëz që të këshyrin në shtëpi edhe nuk i kuptojnë çfarë janë këtu sane. Edhe ti veç mi kallëzu në kamerë, gjithkujt që e shet, qysh i ke ndërtu, çka janë edhe çka mundesh me bu me tu, ndoshta qysh ka lind ideja, krejt procesin kreativ që e ki pas kur i ke bu. Po. Nëse prej cilës dush, cilën vetan? Okej. Okej. Ky është një aeroplan që e kam kriju. Aeroplan ultra elite është kategoria e tij. Modeli i aeroplanit është Cessna 150. To e kam kriju sistemin, e kam kriju nga një lodër që fryn fluska, vetëm e kanë lidh me një fuzë të një dronit që e kam. Këto pjesë krejt i kam marrë nga e lodra dhe vetëm i kam ngjit në pjesën me karton që e kam kriju. Nëse prekim këtë pullën, kjo rrotullohet dhe fryn.
Ky është një motor me Lego, është motor i makinës, brenda e ka pistonën dhe poshtë këto e ka sistemin i cili e shndërron lëvizjen lart e poshtë në lëvizje rrotulluese. Mund ta ndezim nëse e lidhim këtë. Për të ndezim, mund ta shohim brenda që pistona lëviz lart dhe poshtë. Dhe këto si lëviz kjo, me të cilin mund të lidhem projekte të ardhshme. Kjo pjesa tjetër nuk funksionon me elektricitet, funksionon me frymën e ajrit. Kjo pjesa tjetër këtë nuk është motor me elektricitet, por është motor me vakum, me ajër. Po brenda është një turbinë dhe nëse vendosim fshirësën e shtëpisë në këtë anë, përmes ajrit lëviz turbina dhe e lëshon një zë sikur të makinës. Dhe tani dua të prezantoj troshën. Ky është një projekt i cili e kam krijuar me plastelin. Është një zog të cilin e kam krijuar sepse në kohën që pres për ditëlindje ta marr një papagall të vërtet, e kam krijuar me plastelin. Me të ndonjëherë flas, luaj. Super, e pse ja ki lënë emrin Trosha? Se është i vogël si trosh. Super. Okej, që aty e ki dhe një pikturë, apo do më na kallëzu për të? Dhe ky është një pikturë të cilin e kam bërë të një papagalli. Lloji i tij quhet maka i kaltër dhe jart. E kam zatuar sepse doja të krijoja diçka cilën mund ta vëja në dhomë. E tash mu shumë po më intereson se kush e ka vrit për herë të parë në arin që ka inteligjencë të jashtëzakonshme. Së pari e ka vret mësuesja e parashkollorit, Fatborda Kajtozi, të cilin e pëlqej shumë. Ajo i ka rekomanduar prindëve të mi që të shkoj me testu inteligjencën te Instituti Atomi, sepse ka vret që i kam kap mësimet më shpejt dhe kur nuk i ka kuptu dikush, e kam shpjegu unë ja kam shpjegu. Edhe për ma shumë video si kjo, bëja follow Urbanit në krejt platformat edhe subscribe në YouTube.